Klodi dhe lëndrimi duket se po zhvillojnë një marrëdhënie që është shumë e pazakon për kushte si ato që janë në shtëpinë e Big Brother. Kur ata kalojnë kohë bashkë, ka një dinamizëm të veçantë mes tyre, një lloj shoqërie që është e ndryshme nga ajo që mund të shohësh mes djemve të tjerë. Ata nuk janë vetëm shok të ngushtë, por duken të kenë një lloj tërheqjeje që është më shumë se thjesht një miqësi. Shumë nga banorët e shtëpisë kanë filluar të vënë re këtë sjellje të veçantë dhe të çuditur mes tyre, duke u përpjekur të analizojnë dhe të kuptojnë më shumë. Ata kalojnë shumë kohë së bashku, duke bërë biseda private, duke u qeshur dhe duke ndarë momentet e tyre të argëtimit, dhe kjo ka bërë që disa banorë të dyshojnë për një mundësi tjetër më intime mes tyre. Disa madje kanë filluar të bëjnë shaka për marrëdhënien që po zhvillohet mes tyre, duke e përshkruar atë si diçka që nuk është normale, pasi të dy janë djem, dhe nuk është zakon që dy djem të shfaqin një afërsi kaq të dukshme. Veçanërisht kur ato janë nën vëzhgimin e kamerave. Klodi dhe lëndrimi, nga ana e tyre, nuk e mohojnë që kanë një marrëdhënie të veçantë, por ata nuk janë të hapur të flasin për ndjenjat e tyre për njëri tjetrin. Ata janë më shumë të fokusuar në dinamiken mes tyre si shok dhe nuk duan të pranojnë se ndoshta kanë zhvilluar një lidhje që shkon përtej miqësisë. Dhe kjo e bën edhe më të çuditshme për ata që po i ndjekin nga jashtë. Për disa banorë të tjerë, kjo është diçka që i ka bërë të mendojnë se ka ndodhur diçka mes tyre që nuk po e pranojnë ende publikisht. Disa herë, lëndrimi dhe Klodi kalojnë kohë të vetme së bashku dhe i kalojnë ato momente duke qeshur ose duke bërë biseda më të thella, dhe kjo ka bërë që shumë të spekulojnë se ata mund të jenë të tërhequr fizikisht ose emocionalisht nga njëri tjetri. Megjithatë, ata nuk janë të gatshëm të pranojnë diçka të tillë dhe vazhdojnë të mbeten të mbyllur për sa i përket ndjenjave të tyre, duke u përpjekur të ruajnë një pamje të qëndrues.